Shtetet e Bashkuara do të pezullojnë përkohësisht lëshimin e vizave migruese për shtetasit e një numri të madh vendesh, përfshirë edhe Shqipërinë, duke nisur nga data 21 janar 2026. Vendimi është bërë publik nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe lidhet me një rishikim të gjerë të politikave të migracionit. Sipas autoriteteve amerikane, masa synon të garantojë që emigrantët të jenë financiarisht të vetë mjaftueshëm dhe të mos përfitojnë ndihma sociale, duke mos u kthyer në barë për buxhetin dhe taksa paguesit amerikan. Mbas njoftimit zyrtar, Ambasada Amerikane në Tiranë sqaroi se pezullimi prek vetëm vizat emigruese, ndërsa vizat turistike dhe të gjitha vizat jo emigruese do të vijojnë normalisht, pa asnjë ndryshim. Shqipëria përfshihet në listën e vendeve për të cilat do të pezullohet përkohësisht lëshimi i vizave migruese, por kjo nuk ndikon në viza turistike apo llojet e tjera të vizave jo emigruese, thuhet në reagimin e ambasadës. Vendimi përfshin 85 shtete nga kontinente të ndryshme, mes tyre disa vende të Ballkanit Perëndimor, si Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedoni e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë. Nga rajoni, Serbia është i vetmi vend që nuk përfshihet në këtë listë. Autoritetet amerikane bëjnë të ditur se aplikantët nga vendet e prekura mund të vijojnë të dorëzojnë aplikimet dhe të paraqiten në intervista, por gjatë periudhës së pezullimit asnjë vizë emigruese nuk do të lëshohet. Përjashtim nga kjo masë bëjnë vetëm personat me 2 shtetësi, nëse aplikojnë me pasaport një vendi që nuk është pjesë e listës. Sa i përket vizave të lëshuara më parë, Departamenti i Shtetit thekson se asnjë vizë emigruese ekzistuese nuk është revokuar. Çështjet që lidhen me hyrje në territorin amerikan mbeten në kompetencë të Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Ambasada amerikane ka rikujtuar gjithashtu rregullat për vizat B1, B2, duke theksuar se ato lejojnë udhëtime për turizëm, vizita familjare, takime biznesi dhe konferenca, por ndalojnë punësimin e paguar, studimet akademike dhe çdo aktivitet tjetër të papërshtatshëm me statusin e vizitorit. Sipas Shtëpisë së Bardhë, pezullimi do të mbetet në fuqi deri në përfundimin e rishikimit të plotë të politikave të emigracionit dhe krimin e mekanizmave që garantojnë se migrantët nga vendet e konsideruara me rrezik të lartë nuk do të përfitojnë ndihma publike në SBA. Qytetarët këshillohen të informohen vetëm përmes kanaleve zyrtare të Departamentit të Shtetit dhe Ambasadës Amerikane dhe të planifikojnë udhëtimet me kujdes në pritje të çdo zhvillimi të ri.